Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirdhuruesit. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begati të Allahut fuqiplot qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar shikues të TV Ikres, sot po i përmbyllim ciklin e ligjëratave tona të Ramazanit me kreun më të lartë të Bashkisë Fetare Islame, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetajn, të cilin paraprakisht e falenderojmë për shkak të agjendës së tij të stërngarkuar. Ai përsëri gjeti kohë që të jetë këtu bashkë me ne për t'i përcjellur disa mesazhe drejtuar të gjithë atyre të cilët na ndjekin. I nderuari Haxhi Reis, mirë se erdhët këtu në TV Ikre. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Më falenderit, ishte kënaqësia jona. I nderuari Reis, fillimisht ka mundësi pak të na shpjegoni si ishte ky Ramazan për ju? A keni qenë shumë të angazhuar gjatë këtyre ditëve apo? Spari kam nder të veçantë që në vigjilet të festës madhe të Fitr Bajramit të përshëndes të gjithë besimtarët me përshëndetjen islame: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë të Madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Njëherë të uroj të gjithë besimtarët për aktivitetin e tyre të madh, për kushtimin e madh që i kanë bërë muajit të Ramazanit, duke agjeruar ditët e tij, si dhe duke bërë ibadete, lutje dhe shumë aktivitete tjera. Andaj lusë Allahun fuqiplot që t'ua pranoj. Ky Ramazan, ky musafir i madh, vërtet ka kaluar në një ambient të jashtëzakonshëm, ambient që e kanë formuar aktivitetet e ndryshme të gjitha shtresave dhe strukturave të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Do me thënë, dha kontribut angazhimi i Bashkisë Fetare Islame që para këtij muaji, plot 2 muaj, u morë me konsultimin rreth organizimit të aktiviteteve të muajit të Ramazanit, duke filluar nga angazhimet e këshillave të xhamive, ligjëratat, kryerja e detyrave të imamit, këshillit të xhamisë, pastaj vizitat në mes muftinive, si dhe vizitat kryesore që i bën Bashkia Fetare Islame nëpërmes delegacionit të riasetit të Bashkisë Fetare Islame. Unë mendoj se me programin e mbushur dhe adekuat që të mbuloj të gjitha sferat e aktivitetit, të gjitha sferat e angazhimeve të besimtarëve, mendoj se dha një shpirt të veçantë muajit të Ramazanit, qofshin ata ditëve të tij, qofshin netëve të tij, dhe unë kam bindje se kemi patur një Ramazan të shkëlqyer dhe kemi kryer me vetdije të lartë agjërimin, që është një kusht i veçantë i Islamit, ku në praktik dëshmuam se besimi ynë është i paluhatshëm ndaj Allahut fuqiplot dhe duke agjëruar, duke ju lutur Zotit, duke ju drejtuar Zotit, besoj se kemi arritur që të reformojmë shpirtin ton, të reformojmë personalitetin ton, duke evituar nga ne atë që është destruktive, veset e këqija, që nuk janë të mira as për atë që i vepron, as për të tjerët. Fundja, ky është qëllimi kryesor edhe i ambientit të muajit të Ramazanit, e në veçanti të agjërimit. Marë parasysh se ky ambient na lidh fuqishëm me Allahun fuqiplot, në këto ditë të bekuara
Jemi drejtuar të Madhit Zot edhe me lutjet tona që ti pranoj ato për mbarësi, për paqe, dashurinë mes njerëzve, respekt ndaj të gjithëve dhe në këtë mënyrë të jemi të vetëdijshëm për çdo një veprim që e bëjmë. Unë mendoj se programi jonë ka qenë universal, ka përfshi të gjithë besimtarët, në veçanti kemi respektuar me programet tona edhe gjinin femrore, ku e kanë gjetur veten edhe teologët tona, të cilat tashmë janë në një numër të madh, pastaj tribuna të ndryshme, panele shkencore të nivelit më të lartë, si dhe shumë aktivitete tjera. Unë personalisht kam qenë të jetë angazhuar edhe para fillimit të Ramazanit me pjesëmarrjen time në konferencën e Kambodžës që organizohej nga Liga Botërore Islame dhe Kryeministria e Kambodžës, pastaj konferenca ndërkombëtare që u mbajt në Mekë të Arabisë Saudite, si dhe ju përgjigja thirrjes së emirit të Katarit, ku të bunë të gjithë dietarët dhe kryetarët e gjithë botës në atë iftar, dhe pastaj në Vjenë respektova besimtarët tanë, bashkëatetarët tanë, të cilët kishin organizuar një iftar të përbashkët dhe një tribunë shkencore me teologë të ndryshëm, ku vërtet patëm një pritje të jashtëzakonshme në mesin e bashkëatetarëve tanë. Sido që tjetë, unë mendoj se Ramazani si mjet ka qenë i bujshëm me aktivitetet të ndryshme, andaj unë publikisht ju falenderoj të gjithë shtresave të Bashkisë Fetare Islame, strukturave të saja në nivel të muftinive dhe riasetit, pastaj Fakultetit të Shkencave Islame dhe Medreses Isabeu, andaj i uroj për angazhimin e fuqishëm dhe të paluhatshëm të tyre në realizimin e programeve tona. Faleminderit nderuar Reis, besoj që edhe e përmendet pak a ka qenë pritshmëria e këtyre aktiviteteve në këtë nivel para Ramazanit, apo për shkak se me aktivitete si medreseja mes nxënëset, po ashtu edhe Fakulteti i Shkencave Islame kanë qenë aktiv? Unë mendoj se tani më në Bashkinë Fetare Islame është trasuar organizimi i mirëfillt, jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit, po në tërë vitin. Tashmë ekipet tona posedojnë segmentin moral që është shumë i rëndësishëm, vetdijen e lartë, si dhe profesionalizëm. Andaj me këto kuadra që kemi tashmë, unë mendoj se vërtet janë të pritshme angazhimet e këtyre personaliteteve dhe ekipeve tona, dhe unë e kam prit një ambient të këtill të bujshëm me aktivitete të ndryshme, por ja që kohën e të cilën ne jetojmë është me një dinamizëm të veçantë, dhe ne kemi arritur që këtij dinamizmi t'ia gjejmë momentin që edhe ne t'jemi dinamik. Ju e dini se Bashkia Fetare Islame tani vlerën më të madhe ka konkurencën dhe krijimin e vlerave fetare të mirëfillta që janë të kapshme për të gjithë besimtarëve. Por tani më e kemi shumë më lehtë që të formojmë ambient, kur dihet se mjetet e informimit, mediat e ndryshme, qofshin ato nacionale, lokale, pastaj rrjetet sociale, e kështu me radhë, e bëjnë dhe veten me emisionet e tyre që kanë qenë në mënyrë të përplot me aktivitetet të ndryshme, e kanë bërë të veten dhe kanë depërtuar të çdo një besimtar, të çdo një familje, dhe kanë qenë shtylla kryesore e këtij ambienti. Andaj unë shfrytëzoj nga rasti që të gjithë mjeteve të informimit, mediave, t'ju falenderoj shumë për punën e madhe që kanë bërë në nivele të ndryshme në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë, në të gjitha gjuhët e muslimanëve këtu në Maqedoni. Në veçanti falenderoj TV Globin, i cili ka qenë shumë i angazhuar për të realizuar emisionet e TV Ikres këtu në nivel të Bashkisë Fetare Islame.
Unë personalisht jam i kënaqur me gjitha aktivitetet. Ajo që më ka lënë përshtypje të veçantë, që është për ta kultivuar dhe për të shprehur mirënjohje, është pritja fenomenale e besimtarëve tanë në krye me këshillat e xhamive, imamëve, pastaj miftive dhe muftinive në përgjithësi. Kemi hasur një pritje të mirë, por edhe riaseti i Bashkisë Islame me seriozitetin e komisionit ka treguar respektin ndaj besimtarëve dhe ndaj muftinive në përgjithësi. Nderuar Haxhi Reis, me që jemi në prag të festës së Fitr Bajramit, cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar teleshikuesve dhe besimtarve, të cilët po e përmbyllim këtë muaj të bekuar të Ramazanit? Festa e Fitr Bajramit është një gëzim i madh për gjithë besimtarët, duke filluar nga fëmijët dhe gjeneratat në përgjithësi. Unë nuk gaboj nëse them atë e përjetojnë të gjithë në mënyrë të njëjtë dhe të barabartë, themi në aspektin e gëzimit. Edhe ata që kanë agjëruar, edhe ata që s'kan mund të agjërojnë për shkaqe të ndryshme. Festën e Fitr Bajramit në mënyrë shpirtërore e përjetojnë edhe fëmijët, e përjetojnë gjeneratat e ndryshme. Që do të thotë se festa e Fitr Bajramit është një festë tashmë tradicionale, është një festë edhe fetare, edhe kombëtare, është më pjesë përbërësja e identitetit tonë kulturor, fetaro-kulturore, kështu me radhë. Po sido që tjetë, unë mendoj se gëzimi i madh që shprehet në festën e Fitr Bajramit, në të njëjtën kohë është falënderim që besimtarët kanë arritur të kryen kushtin e tretë të Islamit, agjërimin, kanë arritur të dëshmojnë në praktikë se janë të paluhatshëm në urrat e të Madhët Zot, kanë arritur të pastrojnë vetveten e tyre, kanë arritur të përmirësojnë dhe të reformojnë vetveten e tyre, kanë arritur të edukojnë familjet e tyre dhe në këtë mënyrë janë të lumtur dhe të gëzuar se Ramazani ka ndikuar mjaft që të jenë personalitete që do të jenë konstruktive dhe të dobishme për vetveten e tyre, familjen e tyre dhe personalitetin e tyre. Unë mendoj se kjo frym e këtij edukimi do të vazhdoj edhe pas muajit të Ramazanit, pas Fitr Bajramit. Ky është gëzimi i madh që shprehet në forma të ndryshme. Unë mendoj se ambienti diplomatik, kështu e quaj unë, ndoshta nuk gaboj, është ajo që bëjnë vizita të ndryshme me familjet e tyre, me fëmijët e tyre, me miqtë e tyre, me dashamirët e tyre, me fëmijët e tyre, pa marrë parasysh kujt besimi i takojnë. Pastaj ndarja e ëmbëlsia në Islam është simbol i dashurisë, i afrimit, i respektit, i gëzimit, i lumturisë, i kënaqësisë kështu me radhë, si dhe përjetimi i Fitr Bajramit tashmë bëhet në mënyrë më bashkohore, duke patur parasysh zhvillimin e teknologjisë, mjeteve të informimit, pastaj gëzime të ndryshme, panele të ndryshme të Fitr Bajramit, solemnitete fetaro-kulturore, pastaj shumë vlera tjera me të cilat përjetohet ambienti i muajit Ramazan. Ambienti i Ramazanit në përgjithësi, si dhe Fitr Bajrami, janë inspirimi gjallë për të gjitha shtresat, profesionet e kështu me dhe, po bile edhe për letrarët, për artistët, të cilët në pamjen e vete din ta reflektojnë dhe ta përshkruajnë ambientin e muajit të Ramazanit, si ditën po ashtu edhe nata, sepse dita e Ramazanit është 24 orë hinore. Edhe dita e ka vlerën e vetë në përmes agjërimit dhe kurorën e saj që quhet iftar, si dhe nata ka ambientin e saj, si dhe kurora e natës që quhet sifir. Të gjitha këto janë kënaqësi të veçanta, ku marrin pjesë të gjithë dhe e gëzojnë pa mas muajin e Ramazanit, por në të njëjtën kohë gjithë kjo reflektohet në gëzimin
gjithë gëzimi i Fitr Bajramit, kënaqësia, vizitat, lumturia familjare, rrjedh nga gjitha aktivitetet që janë bërë gjatë muajit Ramazan. Unë shfrytëzoj nga rasti që në emër të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në emrin e të gjitha institucioneve të saj, në emrin tim personal, uroj të gjithë besimtarët për festën e Fitr Bajramit, me lutja Allahut fuqiplot që ta kalojnë me kënaqësi, mbarësi, paqe, tolerancë, solidaritet, humanitet dhe afrim me njëri tjetrin dhe dashni i madh i Zot të kenë arritur, lutë Allahun fuqiplot të ua bëj të mundshme që të jenë në suazat të hadisit të Muhammedit a.s. Men sama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kush e agjeron muajin e Ramazanit me iman të paluhatshëm dhe me vetdije të lartë se i madhi Zot do ta shpërblej, le të jenë të bindur se i madhi Zot do t'u afal me mëshirën e tij të pakufishme të gjitha mëkatet që i kanë bërë para muajit të Ramazanit. Edhe njëherë urime festa e Fitr Bajramit. I nderuar i Reis, ne ju falenderojmë jashtëzakonisht për kohën të cilën e ndajtë të jeni këtu në TV Ikre bashkë me ne, dhe gjithsesi ju falenderojmë tej masi për mundësitë të cilat na i keni dhënë që ne të mundohemi me ato mjetet tona të cilat i kemi në duar që të kontribuojmë edhe ne sadopak në kultivimin e jetës fetare, duke mbuluar edhe pjesën e mediave. Zoti ju shpërbleft për çdo aktivitet, për çdo mund që keni dhënë gjatë këtij muaji dhe shpresojmë t'ju kemi edhe në emisione jashtë Ramazanit këtu në TV Ikre. Ishte kënaqësi, falenderoj shumë, Zoti ju bekoft. Ju falenderoj. Atëherë të nderuar shikues, ne ju falenderojmë që ishit me ne deri në fund të këtij emisioni. Lutim Allahun xhalleshanuhu që të gjitha ibadetet, adhurimet të cilat i kemi bërë gjatë këtij muaji të na i pranoj. Shfrytëzoj nga rasti që të falenderoj edhe ekipin realizues të TV Globit për incizimet dhe përgatitjet e këtyre emisioneve. Qoftë për hajër festa e Fitr Bajramit, takohemi në emisione tjera. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.